Në galerinë kombëtare të artëve për dashamirësit e pikturës në kryeqytet, është çelur ekspozita vetjake e artistit Helidon Haliti. Në personale, ai ka paraqitur një numër punimesh në vaj, të realizuara përgjatë viteve 2010-2012, në të cilat është frymëzuar nga temat të tabanit kombëtar dhe ato mitologjike. Gjithë ekspozita ka një bazë, e cila është familja, duke larguar, duke thënë familja në personale, si më thënë, ne këtu jemi gjithë një familje të tërë dhe kjo është absolutisht më e rëndësishme. Kjo ekspozit absolutisht i dedikohet babait tim, ku unë realizoj një pikturë që mendoj se duhet ta veçoj, jo vetëm për masat jo të zakonta të saj, diku te 800 cm me 200, pra 8 metër me 2. Mendoj se nuk është ekspozuar më parë një pikturë e tillë në galerinë kombëtare, por kjo bëhet vetëm për këto përmasa. Midis punimeve qëndron edhe një tablo e realizuar në vitin 1976, ku autori ka paraqitur një shtëpi. Për habit të gjithë dhe fëmijët e vizatojnë shtëpinë në të njëjtën mënyrë, megjithëse janë të lindur në një kuadrat të vetëm, megjithëse arkitektura ndryshon, ata vazhdojnë në të gjithë cepat e botës ta vizatojnë shtëpinë ashtu. Ashtu e kam vizatuar unë, ashtu mendoj se do të vazhdoj me kohë të tëra, por interpretimi personal patyshim fillon në momentin që njeriu krijon atë rebelizmin e tij dhe atë personalitetin në art. Ekspozita me 21 punimet e Halitit, i cili vjen për herë të parë në galerinë kombëtare të artëve, do të qëndrojë hapur deri në datë 10 shtator.